Horoskopi I karrierës tregon një shans të madh që po kalon pranë disa shenjave, mos e humbisni. Muaji që po jetojmë nuk është thjesht një kapitull kalimtar në kalendarin astrologjik. Ai përfaqëson një portë energjish, një dritare të rrallë që hapet për disa shenja të zodiakut në fushën e karrierës, financave dhe reputacionit profesional. Disa do ta ndjejnë si një shtysë të brendshme për të vepruar, të tjerë si një ofertë të papritur, ndërsa disa mund ta përjetojnë si një takim rastësor që ndryshon gjithçka. Por paralajmërimi është I qartë. Ky shans nuk pret gjatë. Ai kalon pranë atyre që hezitojnë. Në këtë pjesë të parë do të analizojmë shenja që ndodhen në një pikë kyçe profesionale dhe që duhet të jenë më vigjilente se kurrë. Dashi koha për të marrë drejtimin. Dashi ka kaluar muaj me tension të brendshëm profesional. Ndoshta është ndjeri në vlerësuar, I lodhur nga rutina ose I irrituar nga mungesa e progresit. Por energjitë aktuale po e vendosin përballë një mundësie që lidhet me leadershipin. Një projekt I ri, një pozicion drejtues, një iniciativë personale. Dashi duhet të bëjë diçka që nuk e bën shpesh. Të mendoj strategjikisht, jo vetëm impulsivisht. Nëse vepron me maturi, kjo periudhë mund ta vendosë në një nivel krejt tjetër profesional. Rreziku: të reagoj me nervozizëm ndaj kritikave dhe të humbas besimin e një personi kyç. Këshilla astrologjike: mos kërko vetëm të fitosh betejën, mendo për luftën e gjatë të karrierës. Demi një ofertë që duket e vogël, por vlen shumë. Demi është një nga shenjat që zakonisht ndërton ngadalë dhe sigurt, por këtë herë universi po I dërgon një shans që në pamje të parë mund të duket I zakonshëm. Një bashkëpunim, një projekt anësor, një ndryshim pozicioni brenda të njëjtës kompani. Mos e nënvlerësoni, sepse ky hap I vogël mund të jetë çelësi një stabiliteti financiar afatgjat. Demi duhet të jetë I hapur ndaj ndryshimeve, edhe nëse ato prishin pak komoditetin e tij. Rreziku: të qëndroj në zonën e rehatisë dhe të thotë, ndoshta herën tjetër. Por hera tjetër mund të mos vijë kaq shpejt. Binjakët: fjalët e tua hapin dyer. Binjakët janë në një fazë ku komunikimi është arma e tyre më e fortë. Një intervistë pune, një prezantim, një takim me eprorët apo edhe një postim publik mund të krijojnë ndikim të jashtëzakonshëm. Është koha për të folur, për të propozuar ide, për të kërkuar rritje page ose për të negociuar kushte më të mira. Binjakët nuk duhet të presin që dikush t'i vërej. Ata duhet të bëjnë zhurmë, por zhurmë inteligjente. Rreziku: shpërqendrimi dhe mungesa e fokusit. Shanset humbasin kur energjia shpërndahet në shumë drejtime. Gaforja: një kthes emocionale që sjell ngritje profesionale. Gaforja ka kaluar një periudhë reflektimi. Ndoshta ka menduar të ndryshoj punë, drejtim ose edhe profesion. Energjia aktuale tregon një shans për rritje përmes një vendimi emocionalisht të guximshëm. Ndoshta është koha për të lënë pas një ambient që nuk e vlerëson. Ndoshta është koha për të nisur diçka personale. Kjo shenjë shpesh vendos sigurinë mbi ambicien, por tani universi po e sfidon të zgjedh ambicien me zemër. Rreziku: frika nga e panjohura. Luani momenti për të dalë në skenë. Luani është një nga përfituesit më të mëdhenj të kësaj periudhe. Reputacioni I tij profesional është në rritje dhe dikush po e vëzhgon. Një mundësi për promovim, një projekt me ekspozim publik, një rol që e vendos në qendër. Por luani duhet të shmang nga arrogancën. Vetbesimi është magnetik, arroganca është pengesë. Nëse tregohet bashkëpunues dhe strategjik, kjo periudhë mund të shënojë një kulm të ri në karrierë. Virgjëresha: detajet po bëhen shpërblim. Virgjëresha ka punuar fort në heshtje, dhe tani rezultatet po afrohen. Një rritje page, një kontratë e re, një klient I madh, diçka konkrete po merr formë. Por ka një kusht. Virgjëresha duhet të kërkojë atë që meriton. Universi nuk shpërblen heshtjen e përjetshme. Rreziku: të mendoj se nuk është ende momenti I duhur. Momenti I duhur është tani. Këto 6 shenja ndodhen në një kryqëzim profesional. Disa duhet të guxojnë, disa duhet të flasin, disa duhet të lëvizin, por mesazhi është I përbashkët. Shansi po kalon pranë jush.
Horoskopi i karrierës, shansi i madh vazhdon. Por universi nuk ndalet aty. Gjysma tjetër e zodiakut po përballet me një tjetër lloj shansi më strategjik, më i heshtur, por po aq transformues. Kjo nuk është periudhë për të fjetur mbi arritjet. Është kohë për të lexuar sinjalet, për të kuptuar mesazhet që vijnë në forma të papritura dhe për të vepruar pa frikë. Peshorja, marrëveshja që ndryshon balancën. Peshorja është në një pikë kyçe bashkëpunimi. Karriera e saj nuk do të ndryshojë përmes një veprimi të vetëm individual, por përmes një marrëveshjeje, një kontratë, një partneritet, një bashkim forcash me dikë që ka vizion të ngjashëm. Ky është momenti për të negociuar me maturi. Peshorja ka aftësinë për të parë të dy anët e medaljes, dhe kjo e bën negociatore të shkëlqyer. Por kujdes, mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Në biznes, balanca nuk do të thotë gjithmonë kompromis. Rreziku. Të hezitoj shumë gjatë dhe dikush tjetër të marrë vendin e saj. Akrepi, fuqia e padukshme po lëviz për ty. Akrepi po kalon një periudhë ku ndikimi i tij është më i fortë se sa duket. Ndoshta nuk është në qendër të vëmendjes, por prapa skenës po krijohen mundësi. Një ofertë sekrete, një rol i ri që kërkon besim maksimal, një ndryshim strukturor në kompani që e favorizon. Akrepi duhet të jetë vigjilent dhe i gatshëm të lëviz shpejt kur të vijë momenti. Instinkti i tij është arma më e fortë. Rreziku. Dyshimi i tepruar dhe mosbesimi që e bën të humbas një bashkëpunim të vlefshëm. Shigjetari i zgjerim, udhëtim, horizont i ri. Shigjetari është shenja e zgjerimit dhe kjo periudhë shtyn drejt një hapjeje të madhe profesionale. Mund të jetë një ofertë nga jashtë vendit, një projekt ndërkombëtar, një mundësi për të mësuar diçka që rrit cevënëndjeshëm. Shigjetari duhet të thotë po ndaj eksperiencave që e nxjerrin nga rutina. Karriera e tij nuk rritet në zona të ngushta. Rreziku. Të nënvlerësoj detajet praktike dhe të mos përgatitet siç duhet. Britsjapi, kulmi pas durimit. Britsjapi ka punuar gjatë dhe me disiplinë. Tani është shumë pranë një kulmi profesional, një promovim, një rritje autoriteti, një rol me më shumë përgjegjësi dhe ndikim. Por universi kërkon një provë të fundit, fleksibilitet. Britsjapi duhet të tregojë se di të udhëheqë, por edhe të përshtatet me ndryshimet moderne. Rreziku. Të qëndroj shumë rigid dhe të humbas inovacionin. Ujori, ideja që vlen ar. Ujori është në një periudhë shpërthimi kreativ. Një ide që i ka ardhur kohët e fundit nuk është rastësi. Mund të jetë një startup, një projekt digital, një koncept i ri brenda punës aktuale. Ky është momenti për ta prezantuar. Ujori nuk duhet të presë perfeksionin, duhet të nisë. Rreziku. Të mbetet vetëm në fazën e planifikimit dhe të mos kaloj në veprim. Peshqit, intuita që udhëheq drejt suksesit. Peshqit shpesh ndjekin ndjesinë e brendshme dhe këtë herë ajo nuk gabon. Një ofertë apo një ide që i duket e drejtë ka potencial real. Karriera e tyre mund të marrë kthes përmes një vendimi të bazuar në intuit. Jo vetëm në logjik, por duhet disiplinë. Frymëzimi pa strukturë nuk sjell sukses afatgjatë. Rreziku. Të shpërqendrohen nga emocionet dhe të humbasin fokusin. Datat kyçe për veprim. Në këtë cikël astrologjik, disa ditë janë veçanërisht të forta për vendime profesionale. Dita 14-16. Ideale për negociata dhe kërkesa rritjeje. Dita 18-20. Perfekte për aplikime pune ose prezantime projektesh. Dita 24-26. Kohë për vendime të mëdha dhe ndryshime strategjike. Mos prisni që gjithçka të jetë perfekte. Shansi shpesh vjen i veshur si sfidë. Çdo shenjë e zodiakut po përballet me një lloj mundësie. Disa duhet të flasin, disa duhet të lëvizin, disa duhet të guxojnë, por mesazhi është i qartë për të gjithë. Karriera nuk ndryshon nga fati i verbër, ndryshon nga vendimet në momentin e duhur. Dhe momenti i duhur po kalon pranë jush tani. Nëse ndjeni se diçka po lëviz, mos e injoroni.